Allahu në ditën e Kiametit I ka 3 regjistra. 3 regjistra të mëdha kanë më qenë. Një regjistri I parë, ka thënë Allah, thot Allahu ati nuk fal kur gjallë. Hiç kur kujt s'ia fal. Si ta kesh emrin që ati, s'ta fal. Regjistri I dytë, Allah I fal pa hesab ati se vetë kërkan. Edhe një regjistër të tretë ka Allahu xhel xelaluhu, aty Allahu nuk ndërhyn. Ka thënë dietarë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në regjistrin e parë është shirku dhe kufri. Kush gjendet emri I tij që ka bërë shirk, po kon shka, s'ka besu Allahu xhela, ka bërë shirk, Allah I se fal, është në xhenem as ke vet. Regjistri I dytë, Allah I fal pe aty pa hesab. Kanë thënë dietarët, është gjunahi mes robit dhe Zotit. Ka bo gjuna, kërkan se ka lënduar. Ka bo gjuna për vetin e vet. Kërkan se ka lënduar. Ka këshir diçka haram, ka bo diçka haram, ama kërkan se ka lënduar. Këtu Allah I fal, sa shumë fal Allahu xhelalu ala. Dhe regjistri I tretë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë hakët e njerëzve në mesveti. E ke shah, e ke lënduar, e ke godit, e ke rre, e ke vra. Allahu xhelalu thot mirë në vesh. Si të ta fale? Urdhë. Po nuk ta fale. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, nga regjistri I tretë dhe I pari tuteshin sahabët. Mos dvoje shirk dhe mos ta kape dikush për zullum. Se Allah I thot mirë në vesh në mesveti. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, pse regjistri I tretë I trishtueshëm? Sepse ati nuk mund është ti me njëri më mur vesh. Allah I thot mirë në vesh në mesveti. Kur e ki me Allah në thot po se të falë të ki. Se Allah s'ki pas kur gjamën si me I ba. Ama kur ja ke nëzan dikujt kamën, e I ke bo zullum, Allah I thot mirë në vesh në mesveti. Si të ta fale, kjo në ta fale. Saran është. Ama mos ja shkel dikujt kamën, mos I ban dikujt zullum, sepse të ka ditë në Kiametit.